Dhunoi babain dhe u largua nga banesa, kapet dhe vihet në pranka 29 vjeçari i dënuar më parë për dhunë në familje. 29 vjeçarit ju gjet në banesë një sasi për 105 gramosh kanabis. Shërbimet e komisariatit të policisë Kurbin, pas njoftimit të marrë për një rast dhune në familje në qytetin e Laçit, menjëherë shkuan në adresën e dhënë dhe nisën veprimet e parahetimore. Nga veprimet e parahetimore rezultoi se shtetasi me inicialet RG, 29 vjeç, kishte ushtruar dhunë fizike ndaj babait të tij, shtetasit me inicialet KG, 66 vjeç, dhe ishte larguar nga banesa. Nisur nga veprimet e dhunshme dhe rrezikshmëria që paraqiste ky shtetas, u kërkua ndihma e forcës kombëtare të sigurisë për kapjen e tij. Bazuar në informacionet e siguruara në rrugë operative, shërbimet e komisariatit të policisë Kurbin, në bashkëpunim me forcat kombëtare të sigurisë njësia Tiranë, pas disa orësh kërkimesh të pandërprera, në kuadër të operacionit policor të koduar violent, lokalizuan, kapën dhe vunë në pranga shtetasin me iniciale RG, 29 vjeç, banues në Laç Kurbin, i dënuar më parë për dhunë në familje. Gjatë kontrollit në banesë, ku ky shtetas fshihej në zemën të Lezhës, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale një sasi lëndë narkotike të dyshuar kanabis, rreth 105 gram. Materialet procedurale ju referuan prokuroris Lezhë për veprime të mëtejshme.